Jam Nevion Telha, specialist i pemëve frutore, njëkohësisht dhe fermer i frutikulturës. Jemi në këtë pemtore me mollë. Sot po fillojmë procesin e krasitjes. Një proces shumë i rëndësishëm, agroteknik, që bëhet në mënyrë të përvitshme. Kemi 3 modele të krasitjes: krasitjen formuese, krasitjen prodhuese dhe krasitjen ripërtëritse. Koha më e mirë e krasitjes është muaji janar, shkurt dhe fillimi marsit. Zakonisht mbas rënies së gjetheve mund të fillohet krasitja dhe me fillimin e lëvizjes së lëngjeve duhet të përfundohet. Jemi në një pemtore me moshë 7-8 vjeçare dhe do të kryejmë një operacion krasitje prodhuese. Paka shumë forma i është dhënë pemtores, një formë piramidale e lirë me aks vertikal. Para se të fillojmë krasitjen, duhet të bëjmë dezinfektimin e gërsherve me alkool metilik të koncentruar 96%, me qëllim që mos kemi shpërndarje të sëmundjeve në bimë. Gjendja e pemës paraqitet normale, kemi element të prodhimit, kemi dhe një vegetacion të kënaqshëm, pra lastar vegetativ. Në këtë kurorë, forma piramidale e lirë paka shumë është e rregullt, por me disa përplasje të degëve, sidomos të degëve të brendshme. Krasitja fillon nga baza e kurorës dhe më pas duke u ngjitur deri në majën e saj. Zakonisht duhet të heqim degët e brendshme për arsye se kemi hiezim të kurorës, kemi një pengim të aerosjes elementeve të prodhimit, të frutave gjatë vegetacionit. Krasitja fillimisht bëhet për ruajtjen e elementeve të prodhimit, konkretisht në krasitjen prodhuese këtu do të synojmë për aerosjen më të mirë të pemës, spërkatjen dhe shpërndarjen e preparatit nga baza në majën e kurorës. E rëndësishme është që me krasitje të vendosim një ekuilibër rritje frutifikim, pra mos kemi më tepër prerje se sa ngarkesë me sytha frutor. Krasitjen e kemi 3 forma: krasitja formuese që fillon nga viti i parë deri në vitin e tretë. Më pas synojmë që pemën ta detyrojmë të prodhojë nëpërmjet krasitjes për disa vite, nga viti 4 deri në vitin e 15. Do të synojmë që të ekuilibrojmë prodhimin, pra të kemi një krasitje ekuilibruese, të ruajmë një prodhim në rritje nga viti në vit dhe të stabilizuar. Më pas, kur pema ka mbaruar ciklin e saj prodhues, do të bëjmë një krasitje rigjeneruese për ta vendosur edhe një herë në kushte prodhimi. Sot konkretisht do flasim për krasitjen formuese. Nëpërmjet krasitjes duhet të kemi parasysh elementet e prodhimit, pra degëzat prodhuese që janë degëzat e olla, degëzat torbeste tek molla, degëzat e shkurtra, të cilat sigurojnë dhe prodhimin. Konkretisht jemi në një kurorë molle të formuar, piramidale me aks të lirë. Forma nuk është plotësisht e rregullt, prandaj ne do ndryjmë nga baza në majën e saj, duke u fokusuar në ruajtjen e elementeve të prodhimit. Fillojmë me degët e para skeletore të kurorës, duke bën një hapje të tyre nëpërmjet prerjeve. Kemi këtë degën këtu e cila ka përplasje me degët e tjera, ka një rritje të bujshme dhe do ta presim në plotësisht nga baza e saj. Në këtë rast kemi një hapje të kurorës, kemi një aerosje më të mirë dhe gjatë trajtimeve kimike dimërore, por dhe trajtimeve të shumta në vegetacion, do të kemi një mbulim të mirë me preparat të gjithë kurorës. Në këtë rast kemi hequr një degë disa vjeçare dhe kemi lënë për prodhim dhe për stabilizim të kurorës degën që është me kënd më të gjerë. Në këtë drejtim do të vazhdohet edhe me degët e tjera paralele. Gjatë krasitjes pemës do t'i vim rrotull për të parë shpërndarjen e degëve, për të parë vendosjen e tyre dhe mundësinë për përmirësim të kurorës. Dhe në këtë rast, përsëri në pozicionin e dur do të heqim një degë disa vjeçare, që është një degë e mbyllur dhe që hijezon kurorën. Prerjet konsistojnë me kënd të pirët, për rrjedhjen e ujrave dhe mos krijimin e kushteve të përshtatshme për burime infeksioni. Tani kemi hapur kurorën, pra kemi hequr degët e panevojshme disa vjeçare të rendit të parë. Më pas vazhdojmë me degët e rendit të dytë, pra me mezin e kurorës, që konkretisht do të zbatojnë parimet që tham më përpara. Do të bëjmë prerje për uljen e mëtejshme të kurorës, pra vendosjen e një renditje të degëve. Ajo që është më poshtë do qëndrojë më poshtë dhe ajo që është më lart do qëndrojë më lart. Sigurisht shpërndarja duhet të jetë uniforme për gjatë kurorës. Rëndësishme është vendosja e një kendi të gjerë me qëllim frenimin e vegetacionit dhe shtimin e elementeve të prodhimit. Prerjet përsëri do të jenë disa vjeçare, të cilat
janë të veshura me element prodhimi. Synimi është që të hapet kurora, të aeroset, të marrë më shumë dritë të kemi dhe mundësi të efektshmërisë trajtimeve kimike. Sigurisht elementet e prodhimit nuk janë luajtur, sepse kemi një mbushje të këtyre degëve me degëza prodhuese, degëza të holla, degëza të shkurtra dhe sytha frutor. Gjatë krasitjes do të heqim lastarët thithak të panevojshëm, janë lastar vegetativ dhe jo prodhues, lastar që hijizojnë në brendësi të kurorës dhe që dalin në prerjet disa vjeçare. Majat e lastarëve do t'i pincojmë me 1/3 për të mos favorizuar vegetacionin e bujshëm, pra të ruajmë një ekuilibër rritje frutifikim të përshtatshëm. Pema pak a shumë po merr formën e saj normale. Pasi kemi hapur kurorën, pra kemi hequr degët disa vjeçare që i jezonin njëra tjetrën, do të shikojmë të ruajmë elementet e prodhimit, duke filluar nga degëzat torbeste, degëzat e holla që përfundojnë me syth frutor në maj dhe sythat frutor për çdo degëz. Këto sytha nuk do të pastrohen, por nëse do të kemi një lulëzim të bujshëm, do të ndryshojmë me rrallimin e luleve dhe frutave në fillim të vegetacionit. Forma aks e kultivimit tek molla ka disa përparësi. Është e lehtë për tu formuar dhe zbatuar nga fermerët. Sigurojmë densitet të lartë të bimëve për hektar. Kemi një shfrytëzim intensiv të tokës, pasi bimët në drejtim të rishtit dhe distancat midis rishtave janë më të afërta. Kemi kosto të ulët të prodhimit, marrim një prodhim cilësor dhe të përvitshëm. Kemi lehtësim të proceseve agroteknike të punës, pra një pjesë e mirë e shërbimeve agroteknike bëhen me të mekanizuara. Rrallimi, trajtimet kimike dhe vjelja janë më të lehta në këtë formë kultivimi dhe të mbajtjes së mollës.